nuk ekziston fare, nuk e gjen asnjë dokument të tyre. Nuk e gjen. Termi hibrid është i shpikur nga perëndimi, për arsye se perëndimi, duke qenë se ka bërë disa luftra kundër terrorizmit, luftra kundër asaj, luftra kundër kësaj, pra këto i ka quajtur luftra hibride, luftra kundër dronëve, luftra kundër luftra diplomatike gjithë, por në konceptin e vet, çdo lloj lufte është luftë hibride, sepse ti bën një luftë konvencionale e cila që bën terren dhe normalisht që paralel me kësaj ti shkon ke luftën mediatike, ke luftën diplomatike, të cilat shkojnë paralel dhe këto janë pjesë e asaj që quhet luftë. Pra, në total kemi një luftë, pavarësisht se koncepti është tjetër dhe shkrijuar. Dhe këtu është ndarë lufta hibride dhe kjo që po bën perëndimi tashmë me këto shkrime është pjesë e luftës hibride për të krijuar atë idenë brenda ultranacionalistëve rus që Putini duke tradhtuar Rusinë në mënyrë që të arrihet që këta ultranacionalistë rus të organizojnë një lloj puçi ushtarak siç tentoi të bënte edhe Prigozhini me Wagnerin. Me Wagnerin në mënyrë që të rrëzojnë Putinin nga pushteti. Dhe është pjesë e kësaj lufte hibride që CIA është duke bërë dhe perëndimi është duke bërë ndaj asaj. Putini nuk ka asnjë tagër sot për sot ligjor që të afrojë shkëmbim territoresh, për arsye se Lugansku, Donetsku, Zaporizhia dhe Kherson janë territore të cilat kanë kaluar me referendum si pjesë e Federatës Ruse dhe janë miratuar edhe në parlamentin rus. Pra i vetmi që ka tagrin ta bëjë këtë është vetëm parlamenti, nuk është Putini. Pra Putini nuk ka asnjë tagër ligjor për ta bërë këtë dhe as faktik për ta bërë këtë, por ideja në këtë aspekt, kjo lufta hibride zhvillohet në dy drejtime. Pra, këto shkrime të japin në radhë parë duan të krijojnë konceptin që ky që ofron këtë do të thonë që Rusia është diktaturë, pra vendos Putini për gjithçka. Pra kjo ideja që ata janë diktaturë, ne jemi demokraci. Pra ndërkohë që këtej neve jemi një autokraci totale, pasi demokracia nuk ka funksionuar ndonjëherë dhe nuk kemi pasur ndonjëherë demokraci. Kemi pasur vetëm një skallë pronari moderne, asgjë tjetër, dhe krijojnë idenë se neve jemi të mirët, ata janë të këqij, sepse ai është personi që vendos atje, kurse këtej neve vendosim shumica që s'na pjerë kurkush, kurse atje vendos vetëm një person. E para kjo, dhe e dyta të krijojë këtë idenë që thash që të krijojë këtë ndarjen e brendshme. Dhe ultranacionalistët, sepse ka aktualisht sot ultranacionalistë të zëshëm në Rusi, të cilët flasin dhe i kërkojnë Putinit edhe haptazi dhe qeverisë ruse që të ndërmarrë sulme masive ndaj Ukrainës, të shkatërrojë gjithë, por problemi i këtyre njerëzve është sepse edhe perëndimi, edhe këta njerëz nuk e kanë kuptuar asnjëherë konceptin e luftës në cilën bën Rusia. Pra, aktualisht kjo luftë që po ndodh nuk është vetëm një luftë për arsye territoriale. Perëndimi gjithnjë ka konceptuar luftrat për arsye territoriale sepse gjithnjë ka qenë kolonist, pra kolonialist. Kolonializmi vetëm në bazë territorit të përcaktuar luftë. Lufta që po ndodh aktualisht sot midis perëndimit dhe Rusisë, sepse lufta po ndodh midis perëndimit dhe Rusisë, po zhvillohet në Ukrainë me anë të ukrainësve. Pra Ukraina po bën proxy, pra për këtë jemi të vetëdijshëm gjithë. Është një luftë për çështje parimesh dhe konceptesh. Pra Rusia po ofron një luftë parimesh dhe konceptesh të ndryshme. Ndërsa perëndimi ka një luftë parimesh dhe konceptesh tjera, një luftë në cilën të gjitha luftat që ka bërë perëndimi nga mbarimi i luftës botërore deri më sot kanë qenë pa një objektiv strategjik. Le të marrim më të fundit luftën e Irakut në 2003-shin, të rrëzojmë u rrëzua nga pushteti Saddam Hussein dhe Bushi doli dhe tha që mission accomplished. Ndërkohë që për këtë mission accomplished, për këto muaj të cilët ndodhi kjo përplasje, ushtria amerikane humbi vetëm 74 veta. Ndërsa nga momenti që deklaroi mission accomplished deri në momentin që u tërhoqën trupat, 5600 ushtarak të vrarë. Pra, nuk ka pasur asnjë strategji për çështjen e luftës, nuk e ka konceptin e strategjisë luftës. Nga rusët kanë një koncept strategjik, demilitarizim të kësaj, dhe po ecin drejt kësaj demilitarizimi. Dhe koncepti ka të bëjë kur sulmon pjesa tjetër, pra hajtë të sulmojmë siç sulmon Izraeli, të shkatërrojmë gjithçka, kurse këta me goditje kirurgjikale, pra po mundohet të japi potës tjetër një lloj koncepti të ndryshëm. Në rast se nuk e kuptojmë konceptin në cilin ata funksionojnë, neve kemi për të vazhduar gjithnjë të ecim në rrugë të gabuar dhe nuk do mundemi asnjë rast të fitojmë dhe as të shkojmë drejt një paqe. Cili mund të jetë skenari dritan i takimit Trump-Putin? Unë nuk mendoj që ka një skenar. I cili me thënë drejtën duket sikur po shtyhet dhe kjo sipas medjave, sepse Marco Rubio dhe Lavrov ende nuk kanë bërë atë takimin paraprak për cilin... Nuk është përcaktuar një takim, nuk po shtyhet. Ka pasur një bisedë telefonike midis Marco Rubios dhe Lavrovit, të deklaruar nga të dyja palët. Në këtë bisedë nuk është biseduar për një takim ndërmjet tyre të dyve, po është biseduar për çështje të tjera që kanë të bëjnë me takimin Putinit dhe Trumpit. Pra nuk është lënë takimi dhe u la takimi dhe u shty. Atëherë do themi që u shty, pra nuk po ndodh. Në momentin që do lihet një takim, unë mendoj që takimi dhe është përcaktuar në bisedën e tyre që
takimet midis Marco Rubios dhe Lavrovit do të ndodhin në Moskë. Pra Marco Rubio do të drejt Moskës. Rubio do shkojë në do shkojë drejt Moskës për të rënë dakord për të biseduar për mënyrën se si. Unë nuk besoj që atje do të kemi ndonjë bisedë të madhe në Hungari. Ajo çka po ndodh në Ukrainë, në Hungari dhe çfarë do ndodhi në Hungari ka të bëjë më shumë me PR-in politik që i nevojitet dhe kohën që i nevojitet një lloj armë pushimi që Trumpit i nevojitet tashmë për politikë të brendshme. Por i nevojitet edhe Putinit kjo ta përdori këtë kundër Evropës. Pra Evropa është ajo që po bën këtë koalicionin të vullnetshme, që po i fryn kësaj për të vajtur në luftë me Rusin, dhe ndërkohë që ti organizon një bisedim me Trumpin, automatikisht kjo e ftof Evropën nga çdo lloj ndërhyrje. Pse e ftof Evropën? Sepse kur Evropa po ndërhyn atje me shpresën që nesër Amerika të mbështesi Evropën, pra t'i ruaj shpinën, po ndërkohë që kjo Amerika ulet me Rusin, atëherë kjo shpinë është e paruajtur. Po, herën e fundit kur ishim dritant, kur ndodhi takimi në Alaskë, Trump u rikthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Shtëpinë e Bardhë kishte të ftuar liderët kryesorë le themi të Europës, Starmer, Macron, Merz, Meloni e tjerë. Atje pam që pavarësisht asaj që Trump në një farë mënyrë ekspozoi që është rënë dakord për një takim me Putinin, u duk sikur jemi drejt një paqe afatgjatë, thoshte Trump, jo një armë pushimi. Ndërhyrja e këtyre koalicionit të vullnetit mirë të europianëve ka bërë që Trump të tërhiqej dhe të linte, le të themi, luftën të vazhdonte dhe të rridhte ashtu siç ishte. Vazhdimi i luftës është në favor të Rusisë në këto kushte, në këto kapacitete dhe në këto kushte që jemi. Nuk është as pak në favor as të Bashkimit Evropian as të NATO-s. NATO dhe Bashkimi Evropian janë duke u demilitarizuar, duke treguar që nuk kanë asnjë kapacitet ushtarak dhe po nxjerrin NATO në një organizatë obsolete e cila nuk ka asnjë lloj vlere. Po, në këtë aspekt. Po, a di çfarë, dritan se kam qejf të ta them këtë se po lexoja tek ekonomist, më duhet, The Economist, thot me ritmin e drejtanishëm Putini do t'i duhen 103 vjet për të pushtuar gjithë Ukrainën. Nuk e di e ke parë. Prandaj është e kam parë, pra për koncept të thash, këta hyn në konceptin kolonialist që të pushtimit të territorëve. Prandaj them janë dy koncepte të ndryshme të cilat luftojnë aktualisht. Perëndimi ka konceptin e marrjes territorit. Pra unë e marr territorin, po ti nuk e kontrollon territorin. Prandaj e dha shembullin e Irakut. E mori territorin e Irakut, po nuk e kontrollonte territorin e Irakut. Dhe degeneroi në një luftë civile, në një shkatërrim dhe në humbje të mëdha. Ky është koncepti në cilin perëndimi funksionon. Pra ta marr territorin dhe thënë fitova luftën, ti s'ke fituar asgjë gjë. Ti e fiton luftën kur e kontrollon territorin. Dhe si e kontrollon territorin? Kontrolli i territorit vjen duke eliminuar fuqinë ushtarake të armikut. Dhe kjo është koncepti strategjik i Rusisë, që e kanë vendosur detyrë forcave tyre ushtarake, pra demilitarizimi totalisht i Ukrainës. Ky demilitarizim nesër çfarë do të bëj? Në rast se këta pavarësisht se çfarë lloj llogaritje që ta kanë bërë totalisht gabuar, pra nuk funksionon në atë aspekt siç e kanë bërë këta, të llogaritje, demilitarizimi do të thotë që për një kohë shumë të shkurtër Ukraina të mos ketë më kapacitete ushtarake për të mbajtur aktualisht në rast se çdo gazetar që ka shkruar këtë dhe kjo media që ka shkruar këtë, Financial Times, në rast se do të lexuar The Economist. The Economist. Në rast se do të lexuar atë tjetrën regjia. Para 2 javësh ka pasur një shkrim interesant, për herë të parë ndodhte ky shkrim në Ukrainë, Ukraina Pravda. Ukraina Pravda, e cila është gazetë shtetërore, pra gazetë e qeverisë. Para 2 javësh. Para 2 javësh ka pasur një shkrim shumë interesant, e cila tregonte për çështjen se si ndodhet gjendja e frontit. Dhe ajo thoshte që fronti është në rënje për arsye se thoshte nuk ka mungesë trupash, duke pasur mungesë trupat. Në të gjithë dhe ajo merrte Zaporizhen. Kishte vajtur në Zaporizh dhe thoshte në këtë zonë e Zaporizhes pika nga pika, pra pika ushtarake në front, në vijën e frontit ukrainase nga pika tjetër, ishin me largësi, fillonin nga 300 metra deri në 1800 metra për këtë mungesë. Dhe thoshte në këtë 300 metrash, që është shumë madh, diferenca shumë e madhe 300 metra, sepse ti e ke terrenin e pyllëzuar, hynin me nga 2 dhe me nga 3 forcat ruse dhe kalonin në thellësi, duke kaluar në thellësi, atëherë ishin evidentuar që forcat ruse me nga 3 veta që kemi parë dhe me filmime me nga 3 veta që kanë filluar kalonin këtë territor, pra në këtë hapësirën për 300 metrash, për 500 metrash, për 800 metrash, për 1800 metrash, pra ai fuste dhe kishin arritur të kalonin dhe të evidentonin deri në thellësinë 12 kilometra, në thellësinë 12 kilometra ndodheshin operatorët e dronëve. Dhe pasi evidentonin vendodhjen e operatorëve të dronëve, atëherë jepnin këtë vendodhje forcave ajrore ruse të cilat bombardonin dhe ka pasur raste që kanë mbritur deri në 25 kilometra ku përcaktonin vendodhjen e artillerisë dhe është goditur edhe artilleria dhe bazat e logjistikës. Prandaj
koncepti, këtë thoshte Ukraina Brafta dhe kushdo mund ta gjejë në Ukraina Pravda këtë para 2 javësh. Pra shkrimi i Ukrainës Pravda nuk është ajo që po thotë Dritani. Dakor, po. E pranojnë ata. Dhe e dyta thoshte problemi më i madh i kësaj lufte është logjistika. Dhe këta që kanë shuar nuk kuptojnë konceptin e thellësisë strategjike dhe thellësisë strategjike të logjistikës. Rusia aktualisht ka thellësi strategjike, pra logjistikën e saj ka të garantuar, ti nuk janë rrëfudon nga, prodhon çdo ditë. Ukraina nuk ka logjistikë të garantuar, për arsye se duke mos pasur forcë ajrore dhe mbulimin ajror ka 0. Aktualisht të gjithë logjistika që vjen është nën goditjen dhe baza logjistike i ka në kufi. Baza logjistike i ka këtu, në kufi me Polonin. Baza logjistike. Po. Dhe imagjinoni baza logjistike që të vijë deri këtu. Pra është një rrugë gjatë e cila është nën kontroll, totalisht, sepse është territori pa kontrolluar, i pambajtur, sepse ka përmbledhur forca këtu. Dhe kjo është e kushtueshme. Logjistika e tillë është tepër e kushtueshme dhe për këtë fliste edhe ky shkrim. Pra, shim fliste edhe për çështje logjistike, e cilat është problem i madh për të sjellë sot është karburant. Dakor, po, Dritan, kjo viza aty, a nuk është harta e Khersonit kjo, domthon kjo këtu. Po. Domthon Khersonin, Zaporizhën dhe Donetskin ende nuk i ka marrë tërësisht Rusia, nuk i ka pushtuar tërësisht. Jo, nuk i ka pushtuar. Të thoshte ky shkrimi se këtu e ka marrë dhe hartën. Po këtu është problemi. Thotë i duhet 5 vjet me këto ritme. Nuk i duhet 5 vjet me këto ritme. Unë ja them dhe vitin në 2027 kjo mbaron janë të gjitha të marra, sepse nuk llogaritet me ritmin se këta që gabimi i tyre është llogaritet me ritmin që ecën. Pra, sot ata mund të ecin 1 kilometër, 100 metra dhe duke llogaritur ti me ritmin ditor të marrjes së territorit, ata bëjnë gabim të tjerë. Nuk llogaritet në këtë mënyrë. Lufta nuk llogaritet me ritmin ditor të ecës, llogaritet me kapacitetet tua ushtarake dhe shkatërrimin e kapacitetit ushtarake të armikut. Pra, në momentin që ti eliminon forcat armike dhe ky nuk ka fuqi, si të thash, ky 300 metrash i nesër bëhet 1 kilometër. Kur bëhet 1 kilometër, ai hyn këtu dhe të krijon ato xhepat. Pra, çfarë janë krijuar këto xhepat? Për këtë arsye krijojnë këto xhepat, sepse ti nuk e kapacitet të mbash frontin në vit, pra, unison, dhe ai hyn dhe të krijon këto xhepat ose thesat operativ që quhen ose xhep operativ, që quhet në terminologjinë ushtarake. Dhe ta lëviz të frontin, pra i fut në xhep operativ dhe kjo vjen humbje të kapacitetet të tua ushtarake dhe njerëzore. Dhe në momentin që ti nuk do kesh kapacitete për ta mbajtur atë, çfarë do bësh ti? Je detyruar të tërhiqesh. Dhe atëherë si do justifikohet kjo gazeta nesër kur kapacitetet ushtarake ukrainase do të thonë në një moment caktuar që ne do të rriqemi në këtë vizë sepse nuk kemi më kapacitete ta mbajmë këtë vizë frontin. Në moment që do heqin atëherë këta do t'i marrin 10 kilometra brenda ditës. Atëherë në rast se do llogarisim me ato 10 kilometrash brenda ditës, me atë shpejtësi që kanë llogarisur, atëherë bie që ta marrin për 2 javë gjithë Ukrainën. Pra, kanë them konceptin në cilin ata bazojnë, është një koncept propagandistik për të krijuar idenë se Rusia nuk ka kapacitete, nuk ka fuqi. Është më shumë për PR të brendshëm politik të Evropës për të bindur qytetarët evropianë që shiko, Rusia s'ka fuqi, po të kishte fuqi do i kishte marrë. Pra, ajo nuk e merr dot. Qëllimi i Rusisë në këtë aspekt nuk është marrja e territorit dhe asnjëherë s'ka pasur interes për marrjen e territorit të Ukrainës, sepse nuk e mban dot territorin e Ukrainës. Sepse në rast se do ta mbajë territorin e Ukrainës, duhet ta angazhojë gjithë popullin e saj. Por rusët e kanë parë historinë gjithnjë si një çështje për nga cila nxjerrin mësim, kurse perëndimi historinë e ka lexuar dhe e lexon vetëm si për të kaluar kohën, si çështje kalimi kohe. Rusët nuk e hyjnë më këtyre luftrave për arsye se kjo luftë do të sillte një depopulizim, pra një humbje demografike të tyre. Në luftën e dytë botërore, ata humbën 27 milion. Dhe është një humbje demografike shumë e madhe për një popullat. Një Ukrainë. Dhe tashmë ata nuk të rrezikojnë me që të humbasin edhe 10 milion rus për të marrë dhe për të mbajtur Ukrainën. Pra rusët e shohin historinë si leksion, nuk e shohin si për të çështje kalimi kohe. Ne perëndimorët e lexojmë sa bukur themi dhe kaq të aty mbyllemi. Dritan, ndërkohë më bëri përshtypje që në takimin ose në lidhje me vend takimin në Budapest, Zelenski ishte shprehur që është vendi i gabuar. Pse ky qëndrim le të themi i Zelenskit? Sepse prej fillimit Zelenski ka pasur përplasje me Budapestin, pra me Viktor Orbanin. Disa herë i ka ndaluar edhe çështjet e gazit, pra gazin që vjen nga Rusia që merr ata e ka ndaluar, 2-3 herë kanë sabotuar tubacionin e gazit që vjen andej, pra problemet për arsye se Hungaria ka qenë gjithnjë kundra kësaj lufte dhe ka deklaruar dhe nuk ka lejuar që nga momenti i fillimit të luftës deri në këtë moment që po flasim bashkë, nuk ka lejuar që territori i saj të përdoret për të çuar ndihma ushtarake në Ukrainë dhe as të përdoret si bazë për logjistike për Ukrainën. Pra, përplasja e tyre është përplasje politike, por është edhe përplasje etnike. Për arsye se Ukraina ka një pjesë të territorit të Hungarisë të banuar me qytetarë hungarez, për cilën Hungaria ka kundërshtuar prej fillimit që të mos merren qytetarët hungarez, ata që janë me pasaporta, sepse Hungaria i ka pajisur me pasaporta hungareze qytetarët atë etnitetin hungarez që jeton në Ukrainë dhe ka kërkuar që duke qenë se janë edhe qytetarë hungarez të mos merren me dhunë dhe të çohen në vijën e frontit në luftë kundër Rusisë. Ukraina nuk e ka marrë parasysh dhe ka pasur edhe përplasje disa herë në këtë aspekt.
Prandaj që e quan të gabuar për arsye se nuk mundet të ndikojë dhe nuk ka asnjë lloj kapaciteti ndikimi dhe nuk ka në Hungari, nuk ka as komunitet ukrainas jeton atje me cilin do mund nesër të organizonte qoftë edhe një protestë për sy e faqe. Ndërkohë dritan Endri Bezrukov, një ish agent rus, e ka parajmuar Putinin që të mos udhtojë drejt Budapestit për të takuar Trumpin, sepse mund të vritet nga britanikët. Pra ka një komplot nga britanikët për ta... Unë mendoj që këto janë të pa baza. Jo, sigurisht, të qarkullojnë për media, por jo, ideja është sa i garantuar... Unë nuk mendoj që britanikët ose dikush tjetër do të guxonte që të bënin këtë gjë të tillë, pra vrasjen e presidentit të Rusisë në këtë aspekt, për arsye se automatikisht kjo do të cënonte pra vrasja e presidentit të Rusisë nga çdo lloj vendi e ndodhur në Bashkimin Evropian, automatikisht do të kalonte në një luftë të tretë dhe do të thoshte që Rusia në këtë moment do të përdorte raketat e saj bërthamore, për arsye se në doktrinën e saj e ka që në momentin që cënohet pika 9, pika 19, se mbaj më mirë tash, i cila është e doktrinës nukleare ruse, përcakton qartësisht që thotë që në momentin që cënohet ekzistenca e shtetit rus, pra ekzistenca e shtetit rus, edhe në formë konvencionale, pra edhe në formë konvencionale dhe vrasja një udhëheci është çështje konvencionale, pra, atëherë në këtë moment Rusia përdor raketat e saj bërthamore ndaj atyre që e ka pjesë të doktrinës së saj dhe askush nuk do të hynte tek saj dhe nuk i le verdisë tek saj dhe në këtë moment që do të ndodhte Evropës nuk do të dilte dhe Amerikës nuk do të dilte për zot Anglisë nuk do të dilte për zot as Amerika në rast se kjo do ndodhte. Po unë nuk besoj që kjo do ndodhi. To janë skenare imagjinare, nuk janë skenare mediatike. Unë mendoj që nuk do ndodhi gjë të tillë dhe anglezët besoj që në këtë për sa kohë Trumpi e ka kërkuar takimin atje, pra është propozimi i Trumpit, nuk është propozimi i Putinit. Dhe Trumpi në këtë moment jemi sërish si me gazën, pra ka vendosur fytyrën e tij në këtë aspekt. Besoj që në këtë aspekt administrata amerikane e ka bërë të qartë administratës angleze që çdo lloj veprimi nga ana juaj që do të cënonte jetën e këtij personi, atëherë do të kishte një abandonim total dhe do të ishit vetëm. Dhe në këtë vetmi, atëherë Anglia ishte e mbaruar, pasi nuk ka asnjë kapacitet ushtarak të përballet me një kundërpërgjigje tash për ushtarake të Rusisë ndaj Anglisë. Pra Anglia është një vend i mbaruar, totalisht i shkatërruar. Dhe nuk besoj që do të hynin kësaj. Normalisht që këto bëhen për arsye pastaj për të ngritur idenë që kjo është në rrezik edhe të anulloj takimi. Pra qëllimi është për herë të parë në fakt Putini shkonte një vend i BE-s. Sepse tashmë është ofruar, nuk është ai ka, shiko, deri para fillimit të luftës, sa herë që Putini është ftuar në Bashkimin Evropian ka vajtur. Putini nuk e ka parë problem, nuk e ka pasur problem. Ka marrë pjesë sa herë kanë ftuar edhe në konferencat për siguri të Miniut. Ai ka marrë pjesë. Pra nuk ka pasur problem. Gjithnjë ka vajtur në mirëbesim. Bullgaria ishte vetë ofruar. Bullgaria është vetë ofruar për arsye sepse Bullgaria e ka parë. Pra, shikoni, prandaj thash, ka shumë vende evropiane të cilët po shohin që kjo luftë është e humbur në Ukrainë. Dhe atëherë, hajde të zëm një vend në këtë tavolinën sadopak, edhe si figurant, sepse nesër po ndryshon sistemi i sigurisë të botës, pra koncepti i ri i sigurisë, arkitektura e sigurisë. Dhe ata kanë dalë me deklaratën, pra ishte shumë interesante deklarata e ministrit të jashtëm të Bullgarisë, i cili tha që sa herë që do bëhet llaf për paqe, ne nuk e pengojmë atë dhe do ta mbështesim atë. Pra, kjo i hap rrugën që nesër ju takimin mund ta bëni edhe në Bullgari. Ndërkohë që Bullgaria nuk ka kufi me Hungarinë, por ama i pretendon t'i kalon nga Bullgaria në Serbi dhe nga Serbia në Hungari. Pra e kuptoni dhe kjo i ka po, pse është bërë kjo deklaratë? Është bërë kjo deklaratë për t'i paraprirë një deklaratë nesër të von der Leyen, e cila nesër mund dalë dhe thotë si kryetari i Komisionit Evropian, që urdhëron gjitha vendet e Bashkimit Evropian të mbyllin hapësirën ajrore për çdo fluturim rus. Dhe ky i ka paraprirë kësaj. Ndërkohë Macron është shprehur dritan që çdo bisedë midis Trump dhe Putin, ku do flitet për Ukrainën, aty duhet të jetë dhe presidenti i Ukrainës, dhe nëse do flitet për Europën, aty duhet të jetë edhe Europa. Përndryshe, nuk ka asnjë vlerë dhe jo rastisht kemi takim sërish dhe Zelenskin të pranishëm te ky koalicioni i... Është e njëjta retorikë të cilët përdoren përpara takimit të... Pra nuk ndryshon vetëm mënyra e renditjes të fjalëve. Po të shikoni, ka të njëjtën deklaratë përpara Alaskës. E vërtetë është. Dhe ndryshon vetëm mënyra e renditjes të fjalëve, po nuk ndryshon deklarata. Pra të njëjtën deklaratë pati Macroni edhe për Alaskën. U bë Alaska dhe pastaj vajti dhe rrinte si një nxënës para një mësuesi atje. Dhe priste çfarë do i thoshte mësuesi, që u solle mirë apo nuk u solle keq. Trump pra, nuk vendosi asgjë me Putinin për ne nuk e dim çka kanë vendosur. Pra duhet kemi një parasysh.
Unë nuk besoj që në Alas kanë biseduar për Ukrainën, pra kanë pasur bisedime të tjera. E ke thënë në fakt këtë. Dhe tashmë në Ukrainë besoj që mund të flasin në Hungari mund të flasim për Ukrainën për arsye sepse duke qenë se bëhet në një vend evropian, do flitet për arkitekturën e re të sigurisë evropiane dhe aziatike. Pra unë besoj që tashmë do të flitet dhe do të flitet edhe për Evropën, edhe për Ukrainën në Hungari. Kurse nuk kam besuar dhe vazhdoj të mos besoj që në Alas është folur për Ukrainën në asnjë moment. Në Budapest do të flitet sepse Budapesti e thash në një emision tuaj më parë, është çështje simbolike. Në Budapest u bë një marrëveshje e cila u prish nga perëndimorët. Dhe në Budapest sërish po bëhet e njëjta marrëveshje dhe ku amerikanët tashmë do të hyet me çështje garancie, pra do të flasin për gjëra më të qarta dhe më të haptazi. Që do t'i dhe sërish evropianët kur të mbarojë kjo do të hypin sërish ose do të hypin avioni dhe do të shkojnë në Budapest të takojnë Trumpin atje dhe do t'i rreshtojë sërish siç i rreshtojnë ose do t'i rreshtojë sërish në Washington dhe do dalin sërish të kënaqur që i priti mësuesi, i priti mirë, u tha fjalë të mira. Dritan, me këtë kohë takimesh të Donald Trump, unë nuk mbaj mend takime më intensive se ç'po ndodhin në Shtëpinë e Bardhë, po përflitet edhe për një takim me Xi Jinping, me presidentin, le të themi, kinez. Si e vlerëson këtë moment dhe çfarë do të thotë kjo? Kur e lexova në fakt, domthonë e kam çekuar në 2-3 vende sepse mu duk si lajm. Të dyja palët e kanë konfirmuar që do të marrin pjesë në samitin e Azisë në Korenë e Jugut, pra një samit cilin e organizon Korea e Jugut. Po. Këtë rast dhe me ardhen e Trumpit në Shtëpinë e Bardhë dhe me luftën tregtare që Trumpi ka nisur me të gjitha vendet dhe kryesisht edhe ndaj Koreas së Jugut, që vendosi tarifa për 35%, është një moment i vendosjes së tyre tarifave 35% ekonomike ndaj të Koreas së Jugut. Korea e Jugut ka pasur një afrimitet shumë të madh me Kinën. Afrimiteti ka qenë aq i madh sa Korea e Jugut para 4 muaj që ka bërë Kinës një kërkesë zyrtare që të hiqen vizat e qytetarëve koreano-jugor me Kinën dhe Kina ja ka pranuar kërkesën. Dhe aktualisht qytetarët koreano-jugor udhëtojnë pa vizë ndërmjet Kinës, ndërkohë që deri dje duhet merrnin vizë dhe vizat ishin të limituara. Pra ishin viza po të limituara. Kishte një sasi vizash të caktuara për vit. Nëse tashmë e ka hequr, pra marrëdhëniet midis Koreas së Jugut dhe Kinës janë përmirësuar ndjeshëm. Dhe edhe presidenti kinez ka deklaruar që do të marrë pjesë në këtë summit. Që është një sinjal pothuaj unë nuk e shoh i ringrohjes marrëdhënieve me. Unë e shoh si një gjë që Trumpi dikush do t'i ketë thënë, dhe duke qenë se ka një administratë të madhe dhe ka këshilltarë me shumicë dhe në administratën Trump ka edhe njerëz të mençur sa duash, pra përveç budallëve me shumicë, pra budallëve të volitshëm që janë kudo, ka edhe njerëz të mençur sa duash, cilët e kanë kuptuar që në rast se ky afrimitet i madh midis Koreas së Jugut dhe Kinës do të sjellin nesër rrezikimin e lëvizjes së bazave ushtarake amerikane në Korenë e Veriut. Pra, dhe humbjen e prezencës strategjike ushtarake dhe politike dhe gjeopolitike të Amerikës në detrat e Koreas së Veriut dhe në detrat e Kinës. Prandaj, i është sugjeruar një qasje më ulët, qasje më ngrohtë, më afërt, në mënyrë që të mbajë këtë, sepse kjo mund të rrezikojë në prishje shumë të mëdha. Pra, nga kjo, çdo lloj prishje, çdo lloj përplasje mund të çojë në vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin të humbura. Kinezët nuk dalin të humbur në këtë aspekt. Prandaj, unë besoj që i kanë sugjeruar në mënyrë të mençur, ashtu siç duhet të thënë, presidenti i Amerikës që të marrë një qasje tjetër ndaj asaj dhe besoj që nuk ka nga të dyja palët një deklaratë zyrtare që po palët kanë pranuar takohen, por ama të dyja palët kanë thënë që po do të marrin pjesë në këtë takim. Pra nuk e kanë refuzuar pjesëmarrjen në këtë takim, do të marrin pjesë në nivel të lartë, pra të dyja palët me nivel president do të marrin pjesë. Dhe unë besoj që mund të ketë një takim, nuk besoj që do të ketë një takim të gjatë, mund të jetë një takim sa për sy e faqe, pra për të shtrënguar dorën, një takim 5 minutësh, por që sërish do të thyente ato akujt dhe këto akullnajet e mëdha që po ndërtohet dhe që po mundohet perëndimi të frymë të madhe këtyre akullnajeve për arsye se perëndimit kryesisht Bashkimi Evropian i intereson çdo lloj prishje e fuqisë dhe gjithë strategjisë amerikane në